Jetmir Podgorica, një emër tashmë shumë i njohur për mjedisin sportiv shkodan dhe me gjërë, është në cilësinë e sekretarit e përgjithshëm të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, por në kursin aktual dhe UEFA C që sapo përfundoi, edhe Jetmiri u diplomua me këtë licencë, por krahas asaj ishte edhe në cilësinë e përgjithësit të kursit, duke pas parasysh funksionet. Diçka shumë plançe për ju, Jetmir, ky kurs. Ka një dëshirë me realisht që të jem pjesë e këtij kursi, të dhoni barabart me gjithë të tjerët kaq detyrimeve, për shkak se kam dëshirë me pa futbollin disa plane të ndryshme. Mendoj që ky kurs na ka zhvilluar shumë edhe në planin si trajner, pra kjo gjë ka shërbyr mua personalisht për me njohur më mirë futbollin, dhe kjo do të më shërbejë edhe tek puna ime kryesore si arbitër, po qoftë edhe te eventet edhe te shoqata. Arbitër futbolli, drejtues i shoqatës rajonale si sekretar, por kjo diplomë thjesht për të kompletuar dijet tuaja, po ndoshta mund të ketë edhe ndonjë devijim të ardhmen në pozicionin e trajnerit. Jo, kam dëshirë domethënë të përfundoj karrierën time si arbitër, që do në edhe rreth 20 vite për me përfundu, por kjo është thjesht me pas njohuri shtesë rreth fushës së futbollit, ndërsa për të ardhmen nuk e dihet. Në cilësinë e përgjithësit të këtij kursi, si ishte mbarvajtja? Po mbarvajtja ka qenë shumë e mirë. Kursantet kanë edhe emra të njohur që kanë luajtur edhe futboll në nivele të këndshme. Ka pas nga pjesa e Veriut më shumë të kursante, por kena pas edhe nga Vlora dhe nga Fieri, nga Durrësi, po edhe nga pjesa e Veriut më shumë. Dhe angazhimi i pjesëmarrësve ishte në mënyrën më të mirë, me çfarë pash edhe në disa intervista që mora. Kjo është një iniciativë, por ky kurs është një iniciativë që bëhet nga shoqata jonë me kryetar zotin Laxha Matia, dhe këtu kanë marrë pjesë 40 persona. Nga këto 40 persona, 4 prej tyre kanë qenë të gjininë femërore, dhe gjithë së bashku kena kryer kursin me shumë sukses. Po duhet të thonë që ky kurs ka qenë me persona të përzgjedhur, pra sepse janë shumë që kanë mbet jashtë këtij kursit për shkak të sistemit të pikëzimit që tashmë ka bërë federata jonë. Dhe edhe duhet me marrë parasysh që ky kurs është i vlefshëm në të gjithë botën. Duke marrë parasysh që Federata Shqiptare e Futbollit është anëtare e UEFA-s dhe e FIFA-s, ky kurs të jep mundësinë që kudo që të trajnosh në botë të jesh i barabartë me ata që kanë marrë kursin në Gjermani, në Spanjë, në Itali apo edhe në Angli. Sa ishte numri i pjesëmarrësve? 40 ka qenë numri i pjesëmarrësve, pra 4 prej tyre kanë qenë femna, dhe kjo ka qenë limiti maksimal i pjesëmarrjes. Kena pas edhe kërkesa të shumta, por normalisht për shkak të pikëzimit nuk janë pranuar gjithë. A do të ketë vazhdimsi të tjera kurse për personat e interesuar? Kurset fillojnë nga C, B, A dhe Pra. Pra është në nivel progresiv edhe pjesa e kurseve. Kjo është kursi më bazik, pa të jep mundësi për grassrootsin. Grassrootsi është futbolli amator, përfshin gjithë llojet e futbollit amator, që nga futbolli i lagjeve dhe në futbollin e organizuar amator. Dhe ne kena marrë vetëm hapin e parë. Natyrisht do të ketë edhe kurset e tjera, duke filluar me UEFA B. UEFA B është një kurs që do zhvillohet, pra fillon e futesh te pjesa e profesionalizmit, dhe normalisht do të jetë pjesëmarrës të shumtë edhe nga qyteti jonë. Jetmir Podgorica, urime për licencën e trajnerit të UEFA C, që plotëson CV-n tuaj më së miri dhe suksesin në vazhdimsi. Faleminderit edhe ju për publikimin e këtij eventit.